Këto janë momentet e fundit ku kamerat e sigurisë të bizneseve në Fusharrës kanë kapur lëvizjet e 22 vjeçarit Enkrist Kola, i cili ka humbur kontaktet me familjen që prej datës 13 shtator. Për News 24, vëllai i tij Denis Kola rrëfen se i vëllai përpara se të largohej nga banesa, i ka thënë të atit se do të takohej me një burr dhe që nga ai moment nuk ka folur me askën nga familja. Ora ka qenë 7:30 dhe në momentin që ka dalë nga shtëpia i ka thënë babait tim do dalë sepse një burr do vini të më marr. E ka pyet babai se kush është ai burr e i ka thënë nuk e njeh. Normal se ka qenë pak probleme ndër edhe hajt ja ka marrë jo për boz fort. Ka hyrë të latë edhe kur ka dalë nuk i ka gjetë aty. Vi unë ngora 9, kështu 9:10. Thot babai kështu, nuk është vllai. Ka dalë. Prita dhe ca, u vënë u pak edhe dola kërkova vallon. Kërkoja gjithë pazarin, gjithë qytetit. Vëllai i Enkrist Kolës thot se 22 vjeçari ka marrë me vete celularin e babait, por pavarësisht tentativave të shumta, ai nuk ju përgjigj thirrjeve telefonike. Ndaj për vëllain e 22 vjeçarit, e vetmja mënyrë për të hedhur gjurmë mbi të vërtetën është të gjurmohen lëvizjet e tij përmes qelizave telefonike. Ka pas marrë telefonin e babait me veti. I bisha telefonit, i shkon të thirrja ma mbyllke. Kam kontrolluar gjithë atë natë pazarin, qytetin, gjithkund nga fillimi deri në fund. Deri nga ora 2:00 kam nejt edhe nuk e kam gjetë, nuk kam arrit me gjetë atë natë. Kaluam 48 orë, bani denoncimin babaj im dielën darkë, a ka mundësi prapë marrën telefonit me gjetë, e bani duhet na vi shkresa për prokurorie e cila vonon 2 ditë. Kaluam 2 ditë, po tani tham shabahat, ka thonë prokuroria s'ka që ban nëse telefoni i tij është fikur. Edhe a fik telefonin në atë moment. Thash, si ka mundësi që s'ban telefoni i fikur më? A s'ban man të qelizave ose sinjalit, se ka pas Samsung thjesht. Në një ngjarje të mbuluar nga misteri, plotang the pa durim, familjarët e 22 vjeçarit urojnë që ai të kthehet shëndosh e mirë në shtëpi, ndërsa ju bëjnë apel institucioneve të punojnë për gjetjen e tij. Kena bërë denoncimin e kena lëndyrë institucioneve. Ato deri tani s'kemi asnjë informacioni, nuk e dim për fatin e tij.